Në zyrat e shpërndarjes së pensioneve, këtë të hënë situata është përkeqësuar më tej. Pas të dielës që ishte pushim dhe të shtunës, ku të moshuarit nuk morën dot pagesën mujore, radhët janë shtuar. Fluksi i pensionistëve ka qenë i njëjtë si brenda zyrës së postës, ashtu edhe jashtë saj, ku një pjesë të moshuarish kanë qëndruar pasi nuk e përballonin dot kaosin. Madje pensionin nuk e morën dot as ata që kishin datën e përcaktuar, sepse nuk u vinte radha. Është faj i postës e cila nuk ka nxjerrë që në fillim udhëzimin se çfarë do të bënin pensionistët. Vim ne tani vërdall. Përgjegjësi duhet mbajnë ata se kanë shpërdoruar detyrën me pensionistët. Po duhet ta marr data 26, që ne jemi data 26. Po do arrim ta marrim, do arrim nuk e dim. 4 herë ma kanë rrugë datën. Ata shi për pres inshallah e merr gruaja që të ham bukë. Ratifik atje brenda. E 4 herë që vi. Zyrat nuk kanë publikuar ende grafikun e datave kur të rriqet pensioni, duke i detyruar të moshuarit të rinë në radhë vetëm për të përcaktuar ditën. Madje zyrtarët e postës nuk kanë dhënë as këtë të hënë, as i shpjegim apo alternativë zgjidhjeje për pensionistët që ende prej më shumë se një jave për të marrë atë që u takon me ligj. Të pak kanë qenë ata që dolën me lekët në dorë, ku pjesa më e madhe do të shkojë për larjen e borxheve të këtyre ditëve dhe ajo që mbetet për minimumin e nevojave të përditshme. Të marr ilaçe të birin e nëse janë e smurë nga koka. Që të marrë? Ma undaq, ma 30.000. Që 7.5 janë. More dot pension? Me letër, me datë që na dhanë erdhën, kemi ardhur disa herë. Sot që ka prap kështu, as ka ku të marrësh gjë fare. Morim borxhe dhe çohem se si dia bëjmë ne. 32 orë 3 orë ku kam futur, unë shka tension 25-26. Por të moshuarit i shqetëson edhe pagesa e detyrimeve në shtet që përfundojnë me kamat nëse u kalon afati. Unë nuk kam hallën për pensionin, kam hallën të paguaj lekë të dritëve të tujtit. Ky është problemi. Se po kaloj një ditë, 2 ditë, ato të vjen atë kamatën. Çfarë faji ka mund këtu? Më mirë thonë që më shuapim. Kjo gjendje në zyrat postare nuk lë shpresë për një zgjidhje të shpejtë. Fillimi i prillit është caktuar nga drejtuesit e këtij institucioni si koha kur do të nisë informatizimi i sistemit të shpërndarjes së pensioneve.